Si duhet të votojë një besimtar? Dhe për pak ditë ne do të drejtohemi qendrave të votimit për zgjedhjet vendore të kombit tonë. Unë besoj se ne, besimtarët e krishterë, kemi një rol për të luajtur dhe një përgjegjësi morale për të votuar. Ky votim duhet të bazohet në shtyllat morale të besimit që ne përqafojmë. Letra e drejtuar besimtarëve romak, tek Romakëve kapitulli 13, na tregon për përfshirjen e individit dhe përgjegjësitë e tij si shtetas. Votimi është përgjegjësi i çdo besimtari. Tek libri i Samuelit, e para Samuelit kapitulli 8 dhe vargu 22, Zoti miraton të drejtën e individit për të zgjedhur udhëheqësin e tij. Zoti lejon atë që ne lejojmë. Pushteti vjen nga Perëndia, por jo çdo njeri në pushtet është i perëndishëm. Por cilat janë kriteret që duhet të përdorim kur votojmë? Të krishterët, ndjekësit e vërtet të Jezusit, duhet të votojnë parimisht dhe jo vetëm emocionalisht. Ne duhet të votojmë sipas parimeve biblike. Disa besimtarë janë më shumë partijak se sa biblik. Votimi ynë vetjak duhet të mbështesë besnikrin ndaj kauzës së Krishtit. Unë do t'ju jap disa parime biblike për të votuar që mbështeten tek parimet e fjalës Perëndis. Nuk do t'ju them për kë do të votoni, por do t'ju tregoj si të votojmë. Këto parime morale që unë do t'ju tregoj, ose këto pika, janë bazuar në 10 urdhërimet biblike që Perëndia i dha Mojsiut për popullin e beslidhjes. Këto urdhërime biblike janë shtyllat morale të jetës dhe besimit biblik. Janë skeleti moral, mbi të cilin disa shekuj më parë u themelua civilizimi që ne njohim sot. 10 urdhërimet pra na tregojnë për 10 parime morale në kontekstin e votimeve ose 10 pika. Nëse një individ ose parti politike që kandidon merr pikët maksimale në krahasim me kundërshtarin politik, atëherë ne votojmë për atë individ që është më afër këtyre parimeve morale. Për shembull, nëse asnjëri prej tyre nuk i merr të gjitha pikët, atëherë votojmë për atë që ka më shumë pikë, pavarësisht kë simpatizojmë. Kjo do të thotë të votosh moralisht dhe jo emocionalisht. Kjo do të thotë të jesh më shumë biblik se sa partijak. 10 urdhërimet i gjejmë në Bibël tek libri i Eksodit, kapitulli 20, vargjet 3 deri në 17. Nga 10 urdhërimet e Mojsiut, 4 prej tyre kanë të bëjnë me relatat e njeriut me Perëndinë. Dhe 6 prej tyre kanë të bëjnë me relatat e njeriut me njerëzit e tjerë. Në bazë të këtyre urdhërimeve, cilat janë kriteret që të krishterët duhet të përdorin kur votojnë një kandidat partijak? Kur ne lexojmë tek Eksodi kapitulli 3, kapitulli 20, duke filluar me vargun 3, urdhërimi i parë na jep parimin e parë. Vargu 3 thotë, nuk do të kesh perëndi të tjera para meje. Dhe kjo interpretohet në formën e një parimi. Dhe parimi i parë është ku qëndron kandidati në lidhje me Jezus Krishtin, Perëndinë e vërtet. A është ai individ besimtar? Apo hon me gojën e tij Krishtin si Zot dhe shpëtimtar? Tani vargu 4 dhe vargu 5 na japin parimin e dytë. Të vargjet 4 dhe 5 ne lexojmë: nuk do bësh skulptur ose shëmbëltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qejt, ose këtu poshtë në tokë, ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh përpara tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt. Dhe pjesa tjetër, jam një Perëndi xhelos. Parimi i dytë
Ose parimi numër 2. Ku qëndron kandidati në lidhje me rrugën e vetme të shpëtimit? Dikush mund të thotë se jam besimtar, shumica e thonë, por ku qëndron ky besimtar në lidhje me rrugën e vetme për pastrimin e mëkateve dhe pajtimin me Perëndin? Dhe siç tham, 4 të parat kanë të bëjnë me relatat e njeriut me Perëndin. Ani vargu 7 na thot: nuk do të përdorësh emrin e Zotit të Perëndis tonë kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar ato që përdor kot emrin e tij. Kjo interpretohet me parimin e 3. Dhe parimi numër 3 thot: ku qëndron kandidati në lidhje me mënyrën si ai e përdor emrin e Zotit, privatisht dhe publikisht. A ka vënë Zoti në fjalorin e tij? Nëse një kandidat nuk e ka guximin për të pranuar publikisht emrin e Zotit, atëherë ai nuk mund të jetojë parimet e tij, parimet e Perëndis. Vargjet 8 dhe 9 na thonë: mbaje mend ditën e shtunë për ta shejtëruar. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh gjithë punën tënde. Në Testamentin e Vjetër, Shabati ose e shtuna e pushimit përfaqëson praktikat e besimit dhe përkushtimin ndaj tyre. Dhe çdo individ duhet të gëzojë të drejtën për t'i praktikuar. Dhe kjo interpretohet me parimin e 4, ku qëndron kandidati në lidhje me lirit e shprehura të besimit. A jep kandidati zë lirive të shprehura të besimit. Për shembull, ne si besimtar që jemi pjesë e komunitetit ungjëllor, duam të dimë ku qëndron kandidati. A i promovon ky kandidat ose programi i tij politik të drejtat dhe lirit e shprehura të besimit, apo janë ashkalon duke mos i konsideruar dhe duke mos jo vetëm folur, por kontribuar në rrafshin praktik. Shumë besimtarë krishterë janë të dashuruar më shumë me partinë se sa me trupin e Krishtit, kishën e tij dhe të drejtat që ka. Nuk mund të duash Krishtin pa dashur trupin e tij, që është kisha. Nëse anashkalon kishën dhe të drejtat e saj, ke anashkaluar Krishtin. Shumë politikan nuk e dallojnë dhe nuk e konsiderojnë kishën ungjëllore. Ne duhet t'i ndëshkojmë me votë. Vargu 12. Vargu 12 na thot: do të ndërosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep. Parimi numër 5. Ku qëndron kandidati në lidhje me konceptin e familjes? A është programi i tij i orientuar nga familja? Çfarë mendon ky kandidat në lidhje me modelin prindëror tradicional? A promovon idenë e prindit 1 dhe prindit 2? Çfarë mendon ky person në lidhje me fenomenet gjoja moderne që nuk janë biblike, si ato të martesave me gjini të njëjtë, surrogacin e tjerë? Vargu 13 na jep urdhërimin e 6 dhe parimin e 6. Nuk do të vrasësh. Parimi numër 6. Ku qëndron ky person në lidhje me abortin? Nëse një kandidat është pro abortit, është pro vrasjes dhe kundër Biblës, mos e voto edhe nëse programi i tij premton ekonomi, drejtësi, barazi dhe në gojën e tij ndodhet emri i Zotit. Edhe nëse thot se jam besimtar i krishterë, në praktike mohon. Vargu 14. Vargu 14 thot: nuk do shkelësh besnikërinë bashkëshortore. Vargu 14 na jep parimi numër 7. Ku qëndron ky person me moralin?
me çështje të tilla si homoseksualizmi, lesbizmi, transgjenin e tjerë. Vargu 15 na thot, nuk do vjedhësh, dhe ky është urdhërimi i 8. Parimi numër 8. Çfarë qëndrimi mban kandidati ndaj pronës private dhe intelektuale? Sipas Biblës, prona private mbrohet me rreptësi. A është ky kandidat promovues i pronës private dhe intelektuale? A e ka përkrahur nëse ka qenë ndonjëherë në pushtet më përpara pronën private? Çfarë kontributi ka dhënë në lidhje me këtë qëllim? Vargu 16. Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Parimi numër 9. Ku qëndron kandidati me fjalët që flet për të tjerët? Çfarë fjalori ka individi? A përdor fjalë sharjeje dhe moralisht gabim? Si është nga goja? Sipas Biblës, një gojë e çërëditur është një zemër e çërëditur. Vargu 17 na paraqet urdhërimin e 10. Vargu 17 na thot, nuk do dëshirosh shtëpinë të afërmit tënd. Nuk do dëshirosh shtëpinë, do dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as gjë tjetër që është e të afërmit tënd. Parimi numër 10. Ku qëndron ky person ndaj të drejtave dhe lirive të individit? A respekton praktikisht ky individ liritë dhe drejtat e individit edhe në rrafshin personal? A flet në fjalimet e tij për këtë gjë? A është një individ që i nderon të drejtat dhe të liritë e individit? Apo e kundërta, a është një individ kontrollues? Kam një këshill këtu. Ti mund të dëgjosh këta individ, ose ti mund t'i pyesësh drejt për drejt nëse mundesh. Por informohu, lexo ato gjëra që ata shkruajnë dhe thonë në programet e tyre politike. Kjo do të thotë të votosh parimisht.